Shqiptar të panjohur, kështu e ka cilësuar shkrimtari dhe publicisti i njohur Ben Blushi ekspozitën me fotografi, të çelur në qendrën për hapje dhe dialog. Jo shur nga thjeshtësia e njerëzit e zakonshëm, që mbartin në vetvete histori. Blushi sjell 42 imazhe, të cilat i cilëson plot domethënie, si një ndalim për të vënë re atë që zakonisht neglizhohet. Fotografia ka disa sekrete që unë kam mësuar rrugës. Edhe i kam mësuar duke fotografuar njerëz zakonshëm siç janë këtu. Fotografia mirë sipas meje është ajo që ka një sfond të bukur. E mësova këtë lloj arti duke ecur shumë nëpër Shqipëri. Për të bërë të 42 foto mund të kemë mes 42 kilometra. Fotografitë e shkrepura nga aparati i tij krijojnë një përvojë vizuale që nxit reflektimin mbi lidhjen ndërmjet individit dhe hapësirave të tyre sociale, e që Blushi cilëson në kërkim të çastit dhe të një fotografie të mirë, ku do të vazhdojë të eci duke e drejtuar aparatin e tij mbi portretet e njerëzve të panjohur. Pra njerëzit rrinë si duan, vizhin si duan, qeten si duan, ecin, vrapojnë, ti si du t'i kapësh ata. Edhe në kërkim të këtyre fotove, unë nuk kem bërë, nuk e di, mijëra kilometra nëpër Shqipëri. Duke takuar njerëz që s'kisha në rasti kur të takoja. Kështu që kjo është arsye që do ta ndaj këtë eksperiencë sepse në fakt mua ka shijuar shumë të 3 vjet. Kryeministri Rama i pranishëm në këtë ekspozitë i zhveshur nga politika e i vendosur me syrin kritik të një piktori, e cilësoi ekspozitën breslënse. Është një ekspozitë e një niveli shumë të lartë, një ekspozitë që do të mund të qëndronte, besoj unë, në çdo hapësirë të fotografisë, të paktën nga ato që unë njoh në Europë apo në Amerikë. Është një fotografi shumë origjinale, edhe pse është e rastishme në kuptimin që është gjetur në rrugë, nuk është krijuar në studio, nuk është një fotografi efektesh të kamerës apo të kompjuterit. Në këtë ekspozitë Ben Blushi nafton të shohim përtej sipërfaqes, të çmontojmë narrativën e zakonshme dhe të përqafojmë një Shqipëri më të pasur dhe më të gjerë, ku çdo individ i njohur ose i panjohur është pjesë e historisë dhe kulturës së vendit. Ekspozita Shqiptar të panjohur do të qëndrojë e hapur në qendrën për hapje dhe dialog për të gjithë artëdashësit deri më 30 prill.